E kujt është Kosova si shtet? Është e qytetarëve të Kosovës. Prandaj lind lufta Kosova o Shqipni. Mirë po sërbët po na thojnë Kosova është Serbi. Kurse banorët e saj në Kosovë janë me shumicë shqiptarë. Dhe rrymat që nuk duan janë pak 25%, nuk janë bin 25% në Kosovë. 75% e shqiptarëve në Kosovë janë të lumtur që u shpërboi Jugosllavia dhe që nuk duan të kenë më kurrë lidhje me Serbinë dhe Beogradin, po duan të kenë lidhje me Shqipërinë dhe Tiranën. Pra, çato 75% duhet punojnë natë ditë sa më shpejt që janë të politikanët, të partitë politike, që Kosova të bëhet Shqipëri. Dhe qytetari i Kosovës duhet jetë me identitet shqiptar, se me fe është shqiptar. Se ka lind me fe si shqiptar.